Në qoftë se ka rregulla, në qoftë se e 16 vjeç dhe nuk lejohet ta përdorësh, nuk lejohet. Merr prindin, veri gjobën. Po mos ta lejoj prindi njëri pari. Mos e lejoj prindi. Mos ja blej prindi. Ajo goca ime plasi duke më thënë, dua monopatinë. S'është për ty pik kaq. Po patjetër, po ka të tjerë që janë punëtorë, që janë për këto rregulla, do mi përmendesh pak në përmbledhje rregullat. Rregullat i ka gjithë bota. Së pari është korsija. Pra të ndjekin korsitë e bicikletave edhe këto, sepse ka dhe shumë bicikleta elektrike. Po plasen me ne, thua. Se bicikletat elektrike kanë njëjtën shpejtësi, pse nuk i ndalojmë dhe ato? Së dyti, të përdorin skafandër, kokore, cilat mbrojnë kokën dhe mjetet sigurie. Po njerëzit rrugë, edhe njerëzit dalin me skafandra? Së treti, të respektojnë shpejtësinë, pra të mos kaloj. Gjermania e ka 25%, ka vendet tjera që e kanë deri, më fal, 25 km. Ke gjoba dhe për ata më? Dhe mosh. Po më gjoba më. Po nuk vendos do të gjobë pas patë rregulla. Pra duhet rregullat që të vendosim gjoba. Po ti thua tani ti bëj me targa dhe këto. Atë makinën ta rëmbejnë, po parkove keq. Tani këtë s'kanë si ta rëmbejnë, po s'ka rregulla. A mund të targohen këto mjete? Në sekondë. Në sekondë, targohen. Okej. Përsërit edhe një herë akuzën. Ka dhe një gjë tjetër që unë dua ta them dhe kjo më shqetëson më shumë se të tjerat. Monopatina është një mënyrë që qytetarët kanë gjetur për të kursyer. Pra, gjetën makinën me gaz, u dyfishuat çmimi i gazit. Gjetën makinën elektrike, u dyfishuat çmimi i pikave të karikimit të elektrikeve. Gjetën makinat nga Korea, u dyfishuat çmimi i doganave këtë vit. Tani gjetën monopatinën, e rëmbyen dhe monopatinën. Kështu që këshilla ime për qytetarët është kur shikoni ndonjë mënyrë për të kursyer, mbylleni gojën. Se të taksojnë, t'i marrin, t'i rëmbejnë.